E ke shlu apo? Se s'ka më rëndësi edhe nëse nuk e shlën. E kena një misafir këtu. E shkolla. Kur njëtë s'kum bo si himje, që? I veçan, Faleminderit për podcast pa himje jam të bo. pa. E të marrë vesh, direkt kështu në tema. Se i e specifik. Kjo është Specifiki me speca më pasë. Specia dhe fiki, kur bon bash specifik. është e përdorin, është një fjalë këto amerikanët e përdorin, sandwich. Për shembull, me të lavdruar dhe me të ofenduar mos e marr vesh, edhe. Po dhe? Që më thon, Alko, ti je shumë i heshëm. I pa glupa më pëlqen se i gjatë. E ti se lidhnohesh, e ti se të huput ajo. Po dhe Ata, edhe ki në fillim tha, më ofendove, mos më lavdrove edhe unë. Dhe ti ma kënte mu. Ja. Mënyrë, mos me marrë vesh heq. Kush? Kush a ki? Kush a ki? Kush je ti o gjan? Pse fol pi mas kamerave. I më falni. Nes, okej. S'po bëj hiç himje domethënë, që ashtu direkt kena hin tema. Ta di se si sa ai këshira, shko me çeli. Na erdhi edhe një misafir, Po, që se kena thirr realisht. Domethënë këto jam të më hiç pa himje, direkt kështu në temë jam të hi bravo. pa himje. Pa prezantim. Po, safe të Pse nuk e hera dija- por, a di Po, pse? Se do i lo shikust me kuptu vetë prezantimin ti që ki me bo. A kupton? Se pyetja e parë shumë e fortë. Edhe besoj piqat e njerëzit kanë me kuptu se kush je. Çka je me profesion? Bravo Alko. E ku mi! E ki kallë farë pyetje, tash komi sa e gjatë kemi po. Ullo be më së më rinë kam, ullo, ullo. Ku qesh ven? Çka je me profesion? Me profesiona. Ose këshire, më falë, para se me hitë e profesione e kum bo këshire, e kum shytë tu 10 pyetje për Aslan Ismailin viz 7 dobi. Ah, okay. Dhe më thonë, kjo është, këshire, shka shetë tu Për ti ka qenë se ke bukë, Ja, po. për ti e kum bo. Faleminderit shumë. Çka je me profesion? Me dokumenta pa dokumenta? Me dokumenta e dina ku e ki veni, po pa dokumenta kështu. Me profesion, do me thënën tash bëmi serioze po? Po, jo, e premet, që kjo pjesë du. Okej, tamam, ta di. Do me thënën me diplom, me dokumenti jam arkitekt, e kam kryer arkitekturën. Për që thash me dokumenta kështu, me praktik, me përvoj. Në me thënë se i përket arkitekturës, jo veç që e kam pjesën me thënën fakultetin e magistraturën, po njëjtë edhe shkollën e mesme kam arkitekturë, ama paralelisht edhe me video jo marr. Do me thënën pjesa e videos është që ngrej bajgi, do me thënën ti e di vetë se videot e para a muj më qëllë këtë tema, po masani kemi bu këto pyetjet. A muj me folë inat lira, po? Inat lira, okej. Realistën e përcaktoj, unë kam problemin e shoh dhe me qikën, e di, ala edhe ajo se kupton çfarë profesioni kam, e di, se nja shpjegoj. Se nuk jam edhe jam arkitekt, ama se bëj veç atë punë, e di bëj edhe shumë punë tjera, se e shet dhe njerë aktroj, më shet dhe njerë mina me foto, me video, me design, graphic design, e di. A kështu që nëse i kisha dash me përmbledh, kisha thënë më shumë dizajner. Kjo i përfshin këtë, arkitekturën, video, fotografi, më tonë. Okej. Këshire gjallit që ka gjetë fjallën përbërse e gjithë përfshirëse. Designer. Që kur folë e këshin do për krajet e aqë ka mu. Jo. Me i madhi, okej. Faleminderit. E di, kjo ma i madh me vjetë. Okej. Edhe si agi joni, për qatë edhe këshire ki i rivi, e di marrë e shumë plesht, ndoshta si dhenja më shi i rivi ka preparu, e di? Mirë. E në qëtë aspekt e thash, asaj përket që asaj lafi që thaj designer, designer, Po. unë house majstor të kisha thonë, ma mirë, se house majstor, e di kejt. Dhe me s'pëlqen si dizajner, a? Po shumë, E di, okej, është pak e thjesht, ama është ma shumë përfshinse. Për shembull, kur tham dukina arkitekt, e di ai më njëherë shtin krije, më thonë unë normal, veç plane projekte të shtëpive. Mirë, po unë bëj domethënë fotografi, bëj video, graphic design, mase web design, okej? E për çfarë i përfshin shumë dizajne. Normal, si term më i madh është arkitektura, domethënë, edhe arkitektura njihet si nana e arteve, kupton? Mase vin këto qerat, apo? Përfshin këto qerat. Po pse di, tash
mirë ndoshta duhet me ndru këtë si dizajner. Na më duhet ndaj term diçka që më shumë i përfshin më shumë sena, okay? Tash ndoshta më shumë ka dizajnera, edhe puna e dizajnit është më e lehtë për më bë. Ama përpara ti po foli vitin 2010. Më thonë, jo që rrallë ka pas dizajnera, më thonë, thuj se shumë pak barëm të pjesa jonë, mo telefona më sfolmi. E kur bëjshë unë dizajna, më thonë, çka bëjshë, unë mirë thyshin, e di montajë, kjo sa e vërtet. Edhe atë rasim Flori kur erdh. Flori më majesi kur erdh nga Zibap, e di. Nisha muhabet, e di, aslone ishte dizajneri fort, sa fort montajën e ka bo. E di, s'besoj që një me ka ardhë, e di. Më thonë, me dizajn kër ju marë, sefte ma shumë me video, kom nis me video. Edhe programin e parë që kom përdor After Effects. Photoshop s'kom ditën. Edhe fotot kur i bëjsha në program për video. Në After Effects i kom bo fotot. Pashallah. Pa, sefte. Ka dalen derisa më thonë u adaptova me Photoshopin. Okej, unë e gjeta foto. Dhe më thonë këtu kër e ki shpjegu rinin tone. Jo, këtë se kom bo, në sere ka bo. Nima? Pa, më duket. Dhe më thonë këtu gjalli si Messi të prëngo. Pa, në sere ka bo. Ja bes se ka bo në sejri. Se ja kam në montaż s'kam që mu me të kallëzue. Këshire ka këtu plot sejnë që ki bo. Për shembull këtu kur ki dasht me imitu Albert Einsteinin. Interesant, bërma? Po Që? më harua. Oj, kada se po zdrosh. Shumë interesant. Ku e ki qejtën? Haker. Unë se kam këtë foto. Haker jam unë. Shumë interesant. Okej. Aslan. Baba, Ej, si ka qenë? trillimi Atë kohë. juaj në këtë fush. Cu të ljast. Po, këtë qetë. Jo, sërëdhështë në e majmë më pak edhe për para, se na shoshnu me tja, edhe? Kina net. Oj, Shokina. Olka ija! Oh, Pse s'kallzoj me fillim. A mund është mjau shpjegu paka shumë publikut këtu për rreth, po edhe më gjërë. Jashtë gjeografisë. Po, si ka qenë jeta jote studentore, Okay. se maj mend që s'ki pas kohë për kur gjom, duket. Po, u kanë bajerant. Kur më kanë gjatë studimeve, thysha marrant se kjo s'bot. Ama shtaj që jam i martu me fëmi, u bëj kalo marrant. Ama, po, definitivisht, ama mirë, prap nuk e mohoj që u kanë shumë rand, u kanë ekstrem rand. Po, tham pak fajt i kam une, se une pak i ndësha i kom marrë pak si shumë nga zemra, se di. Ta kisha marrë pak si ma chill, besoj kisha kalu mirë, di. Është interesant, do më thonë shoqëninë po se po, do më thonë komplet u largova, edhe bile e maj men semestrin e 3 dhe 4 të kanën, semestri 3 dhe 4, jo. Viti 3 do më thonë i ven semestri i 5 dhe i 6. Semestrin e 5 i kom pas 12 lant, semestrin e 6 i kom pas 12 lant, do 24. A i zakon të është 7 lant, 8, do 12. Kej qatë vitin, do më thonë, kej qatë vitin, një javë pa tjetër një natë kom pa gjumë. Jo, mos pakti, njerë ka ndodhë 2 javë pa gjumë. Dhe vesh me bo projektin. Mas shumë të që kom nejtë pa gjumë, më konë 55 orë. 55 orë pa gjumë, projektin të e bo me një ven. Masaj kom pas prezentimin, kër e bësha prezentimin, unë mosha në murë. Se s'kisha takate, dhe mosha në murë dhe folësha. Të shuka shpje ishë sabah, unë se kuptojsha pësa sabah të isha, edhe qash më uhu pa më tënë. Nuk kanë shumë rëndë. 55 orë pa gjumë. Po, bëjke. Pi 55 orëve, t'jem, më thonë, real 55 orë 2 orë i kom po gjumë, po. 55 orëve 2 orë gjumë. Pa tjetë kisha 3 projekte mi bëhe, edhe kisha prezentimin. Se di si është në fakultet, dhe me thonë në momentin që ka mundësi do landë, se ka mundësi këtë landë i e super, ama një landë, nëse bjetë që e landa, bo se be pa jo një vjetë e hupe, është një vjetë mi hupe shumë. Edi? Në fakt, për fillim të vitin, deri në fund, nësa e kom krye, që jam ka lothë, të e menu, a dhe kryin kohë, edi? A kom hub kohë, gjys vjetin, dhe me thonë, 5 vjetë gjysë e kom krye, do është 5 vjetë gjysë që super është, edi? Nuk llogaritet ajo. Fale ka gjysë vjetë, a më këpëtan. Një ndër studentat më dallumi e kom doket. Ja, s'ka thanë. I na kam shumë pakici na kanë shqiptar, 121
120 studentë na kanë, një 6 na kanë shqiptar. Po fatmirësisht na dallu. Na dallu domethënë për si student mirë. Po foli unë bashkë me kolegë domethënë. E pse vendose me lon këtë profesion, me sy tan ai mund ta kushtojë. E shpalos e këtë. Jo, kjo është për më shpalos, seriozisht. Po, okej. Mastaj kena me dalë edhe do pyetje se këshire, unë i kam edhe do pyetje sekrete. I majtëm shef të ato, dhe dalë edhe dikon tjetër, pastaj, e të marrë vesh. Këshirë, o, dulla, shkaj të këshirëve, folme të pse e lau arkitekturën? Po, pse e lash. Këshire, arkitekturën nuk muj me lanë, është definisht dhe me thonë pjesë e jetës, edhe une për fatë mirë që kom studiu arkitekturën, dhe me thonë ka një mu shumë jetë. Që do kohë dhe me thonë zgjidhje, që do kohë për të zgjidhje dhe me thonë që vëtën dizajnët, që do kohë, që tasha, po, para se me që zona, po, i regullishmi, vendë që me bo që ma, si arkitektura më nimon. Edhe një pjesën e fotografisë arkitektura më nimon. Në video arkitektura më nimon, në tonë arkitektura më nimon. Në këtë aspekt nuk e kom lanë, s'ka shansa ta la, më tonë. Edhe unë e s'ta kësha këthi kohën prapë në arkitekturën e kësha zjedhë për me studio, edhe më ka një mu shumë. Ama si profesion me punu, më thonë, maksimumi duhet që më thonë më spunoj, edhe. Jetës nuk i ditë, në shamuna më këthi prapë, po zbesoj. E tash arsyeja pse, ka shumë arsye, se disa kena kohë mu qelë këtë temë, po, më thonë, kohë është e jona. Qëtëre kërë vendosa e qela zyrën, punova 2 vjetë, okej? Vendimin e mora mbas 2 vjetë, më thonë, pse ndëri këtu, thash ka shumë arsye. Njëna është që klientela është pak problem. Klientët janë pak problem. Se për herë interesant, më thonë, pse klientët kura punat e dizajni, se këtu e përfshin edhe dizajnin, kanë qef njerëzit tonë, po foli, ma shumë kanë qef mufte. Se s'kom pas përvojt ka të drejt me Macedon ose me Asje, po foli me qëto që kom pas punë, kanë qef mufte. Më thonë, kjo mu më lodhke, edhe, për shembull projekt dhe me bo planin e shtëpisë. Thot, do është një plan. I të vogël. Më thonë, po mirë be. 70 çak. Mirë be, tham, shpina, çka shkime bo? Jo, në shtëpi të madhe, po mirë, plani është edhe më i madh. Se ti pa plan shkime bo, më thonë. Ose thash ta sillim mohabet për papare me bo. Më kjo pjesa e klientelës më lodh, kema sa ne që se kuptoshin arkitekturën, do shëm ja shpjegue, më thonë. Se çfarë punë kam, aty, për shembull thirrën telefon, thot e kom pas mjeshtrit, i kom thonë na mundi më bëu shtëpinë, edhe, ka thonë po planin se ki, po bërmë ne jo, i ka thonë mjeshtrëve, edhe. Atë thonë jo, na se bëjmë arkitekti e bën. Kush është ky arkitekt? Çe numrin? Edhe ai më kallzon, aty jo çasi, po majstor do të shim me bë. Çe bën ti? A kupton? Aty nuk thonë se kupton. Që tash edhe pa parë. Rastin e fundit është që e kom pasën. I thani shokat e rregullue kishte kështu berber, ishte, do ishte me rregullu brenda interierin. Tha mush jam bo dizajnin, edi, unë s'fola. Nëse ka nevojë për parë të paguajmë, sa problem. Edi, ishte më së përmeni shumë detale, më thënë, shumë detale. Kjo e para që më ka thënë, më thënë, siklet. Edhe dyta që aspektin e biznisit është ku vendosë, më thënë, masi ku punu 2 vjetë, ku vendosë, më thënë, s'ka shansa të bëjmë edhe një punë, ku klientin e bën shok. Se realisht për shembull te Arko do më bëni shtëpi, ti më thirr mua. Dhe fillimisht prezantohesh. Edhe unë njoftoj. Ku shihet e kije, edhe hajde çfarë do më bëu. Shkojmë teren, ulmi në kafe, diskutojmë, a e bëjmë kështu, a e bëjmë ashtu. Mësoni, procedura ndërsa të rregullohet këtë shtëpia, mas pak të 2 muaj. Do të thonë 2 muaj me ti jam kontakt. Më thirrin telefon ashtu kështu, çka u bë, ndodhi kjo, ndodhi ajo. Më thonë, këta të barën ti ato gale që e kisë, më thonë, një realisht. Për dresa është këtu gale tjetër më të madhe s'ka për se shtëpisë, edhe. Ç'është? Stresin e madh që ka të më fugë mua. A më thonë. Edhe ku më thonë atë nuk bëjmë punë që duhet, më thonë klientin me bëj shok. Se ti më shok e bën, 2 muaj tankon me ata i kontakt. Bot njëri shtëpis. Po. A më thonë kjo është problem. Shumë ka ndodhur me një shok temën, unë histori personale kjo. Edhe tankoni bëshmi të punë bashk, kështu rishmi bashk edhe fitimet bashk, i ndajshmi të ardhënat bashk, këtë bashk, edhe anisi mu bo majmun. Jo po seriozisht majmun anisi mu bo. Edhe kuptova që me njerëz do të mu sill mirë. A të po, dul. Se dia e ki bo publike, a ki bo publikat projektin që kira me bo bashk? Një tjetër? A zdo me bo? Ndoshta derisa del kjo epizod bëhet publike.
Sa mos e përmend këtu diçka, po. Ja, përmend. Jo, okay, se përmendni shumë që kisha më thënë. Po. Këtë muhabet, domethënë që Alga që e tha, për ato që nuk e kuptojnë shumë, i kuptoj unë se nuk dha shumë detale, po më shumë detale kena një projekt përbashkët me Alaudinin dhe me do njerëz të tjerë. Po, për rreth, çdo që kena do. Po, e aty kanë më shpalosur shumë sene. Alko, me përmendën një detaj interesant. Domethënë edhe pse e kombinon arkitekturën, po është një detaj interesant që më ka ndodhur. Unë më thonë, kur fillova me punë ishte bashkoja e pandemisë. Realisht pandemia do të thonë ka pas problem bizneset, po mirë, më ka ecë mirë, nuk ka pas problem pjesën e arkitekturës. Mirë, po kur ndodhi pastaj kriza e ditë bajke lufta kur filloi në Ukrainë, atë një më shumë dikoj te unë. Atë shumë dikoj se njerëzit kishin me blezetin milla, kupton? Projektet nuk e kapshin. Bile shumë ka pas më thonë çikum mjeshtë që më kanë kallëzuar, që kanë pas 4 projekte, 5 projekte, mi realizu, edhe i kanë anulu, domethënë s'kan mujt me bë projektin, se kanë pas probleme ma kryesor. Edhe unë nisem me menu thash, çish mund të thash lufta ose çka do koft, ajo agjë ka ndodhur, domethënë te unë e kanë ndikuar në profesionin tim ose në biznesin tim. Thash ka me bë diçka që pavarësisht situatës ka me hec punë, ka me pas punë. Çfarë punë më kanë një punë, pavarësisht situatës ka me pas punë. Meno thash buka. Domethënë lap. Ajo nuk be kur. Edhe çfarë më thënë, pastaj tu diskutoj me shoqën. Edhe vendosëm domethënë nisëm me çat biznesin e gastronomisë. Shoqja tash e ka biznesin, domethënë e ka furrën. E tash funksionon. Edhe atë ku vrej çat po du me lidh pak, te kjo domethënë ka pas probleme edhe te pjesa e riturës, me pjesën e pagesës. Sti 2 muaj domethënë me ata. E tash pagesa kur do bëhet? A do bëhet fillim? A do bëhet gjatë projektit? A do bëhet në fund? Se nuk e dish, domethënë kish komplikime, jo a ban kështu, a ban ashtu, ajo të lodh ka pjesa psiqike. Ti do më konsultu te projekti apo sa më mirë, u të lodh ka pjesa e pagesës. E kjo domethënë, kjo e pash domethënë kur apo më furrën me shoqën. Ti e shoh domethënë kur e kryeni porosi, e dorëzon, e ban pagesën edhe u kryu, me ata nuk njihesh, nuk ke nevojë domethënë e pash këtë lehtësimin që është aty. Edhe mirë, tashun për këtë pjesën e me këtë gastronominë domethënë njëri më largua, se jam fokusuar shumë te kjo shtadovia. Që shpjegon. Gastronomia. E di ai që konceptet tu ki ministër i punëve gastronomisë edhe këtë mallrat, çka hin mrena, çka dalin. Certifikimi i hajeve këtë pjaslanit në varët. Ki shkon e petatin aty, tak ki produkt shitet, tak kjo nuk shitet. Më thon, çe kallzon, edhe gastronomi. A realiteti është i fshiplloskat. Furrë me kiçelo aslan. Po mirë, ama këshire furrë, mirë po produktet nuk i kam, domethënë i kam janë veçanta, definitivisht. Për shembull kena produkte që janë me ngjyra që s'ka aty për rreth, apo. Ka disa produkte të tjera, për shembull sa bëjmë reklamë se ndoshta duhet me ta pagujt. Ja, vëlle. Okay, apo më mirë ato që dojnë net na vizitojnë, reklama më e fortë. Faleminderit që për mëne këtë si kështu lidh mirë që. Po fura ku marru. Dora, po. Pse Dora? Po këtë me dorë bon ato ushqimet. Okay. Po, super. Zbor me dokumenta që dati me peçat me çast. Do të Po dhe po, ama nuk besoj që të ka shti në magje ti. Atë las komi. Jo, fillim i kom një mu, po. Po duhet. Këto arhitektat kur bojnë bukën e prejnë me vizore. Çto prej më sasi. A këto që e kanë sos... Alko? E kanë sos shkollën për pilot, shka bëjnë këto? Jusini, ani marë. Ej, sëm po ribe pa i disirat, njoni, se njoni i urta, ma ki qejtri, sëm po ribe pa i disirat. Unë e mi që se shumë, kam qefë në fund më knoj një kajnë. Zdi me knoj ki. Okej. A di me knoja? Qu, një minut ki rubrikën tonë, qu ma shpejt, qu. Jo, kjo është në misionin tjetër, këto s'ka. Jo, veç shtu një citim. Ati citimin aty e dekale kejtë. Ok. Pret në ekskluzivitetin, se shumë shpejt kam ardhen me ekskluzivitet Suzuki, diçka me spot ku diçka të bu diçka. Ok. Ej Aslan. Po. Ti je kon shumë hiperaktiv. Vetë pak para se më vazhdo pyetjen. Të di që e kam pak problem se ja serioz, qysh mos. Ja, me pyetje serioze. Më ta bën pak një balancë aty. Jo, por më kam pyetje të kam serioze të marrësh. Po, pëlqen mua se ti je shumë serioz je. Serioz unë pyetje. Edhe vetë jam serioz, më shoshnim, por aty kam jo serioze. Ai të marrësh. Shit, far stila, po.
Je kon hiperaktiv pak më i rikur je kon. Edhe kishte kum shujt. Edhe Belaxhi i ëmbël. Alton. E sjell puna që tu udhëzohesh atë bosh kështu i qetë. Në seri pan përshkrimin tem thot ti ose je shtaj jam bash ashtu, ose shumë budall ose shumë i kështu. Serios. Jo, për më shumë i bëu kështu si duhet e di evlia. Jo, po të më lidhë, domethënë para asaj thash në seri më thëke që ti ose shumë budall ose shumë serios. Varet shumë kapka dhe faza. E tash normal më shumë jam kapka ajo pjesë e seriozitetit, e di. Alko feja normal ka ndiku patjetër, ama nuk është veç feja, mendoj se normal edhe mosha e bën jo që jam qakën. Po. Ama prap di. A ka të bëjë për shembull kjo feja pa ama që bosh bab për shembull edhe Ndikon normal. Pse tani me ti halos kur gjysh nuk ka të ndiku? Po do doktor me kishin në psikiatër. Në pjesë kështu. Më apo detajisht. Okej, vazhdo. E mund të vesh përgjigjen. Se nuk e di ku ta postosh këtë video dhe poshtë intervista me Aslanin në Minimeti. Ja, ma. Ose intervista me Aslanin na ka shqetësuar pak Minimeti. Ja, ma, më ka shqetësuar shumë, ti e di. Po, 30 minuta e kena prit para derës. Pas ka faj se ko me shi thash. Para më no. E prej s'pi Aslan, falë si ta mora pak, mora e kam ta kallëzoj. E thiri derën telefon, s'ma qelë telefon, dhe unë shkoj të do, buri Allah, 2 metret e dera. Në një meti, ta një meti këto, a dhe del kje, rifi aty. Se qelë telefonin, për gjumsh. Jam kom flejt, se kom ni, aha, okej. Ashtë edhe ma shpejt bën azër, se nga të shku me incizu podcast. Edhe del e bën një hap për para derës, e del so kak. Ha? A sot kena me inqizua? Po, veç sot, hajde ma shpejt. A zbon nesër me Lona? Pse nesër? Edhe vazhdon filmin, edhi. Po, ku e di me diçka sot ftoft Coca-Cola, edhi? Po thash, nuk kena të shku në qendrëve me inqizu, në studio, mrejna në zetë, thash, shkaj do bo filma. E ka, edhi ki... Edhe hini mrejna, apet as nuk kalzoj avjazë, hini mrejna, e msheli derën. Qish? Mosafer keve, mosafer me mo. Po jeve du të më marrë me tis, du të me trajtu të këtë temë, se kjo temë sociale. Se Arka mua të mboj intervista, ma të ti koment, se ta e ki plas. Okej, e kam zonë edhe mos mirë me këtë. Për një personit ekstrem hiperaktiv dhe Belaxhi i ëmbël, si e të puna që të lëzohë se të bësh i qetë? Pjesja do më thënë e udhëzimit, që ka bo shkak do më thënë, është ma shumë që, se di do më thënë, dikoj ajo që së diçka në rregull, e shifo që diçka nuk ka rregull, isha një lloj sikleti, stresi, pak depresiv, isha thënë, e më kapi kjo sikleti. Duhet me cek edhe diçka, se për shembull, ne edhe si shoqni nuk kena kon dalt fare, për shembull kena fal tek tok namaz, po foli kon 18, 19, 17. Po. 17 vjet, kena fal namaz, si agjerimi se kena prish, po shpirti ka nevojë në herë për më shumë. Po këshire, që e përmene këtu, një projekt që kom dash me bo që nuk e kryta, 7 të penduarit. Kështë kom pas një projekt, edhe mi thi njëzit që si janë kanë të uzu me në uzu. Kom pas problem me atë projekt. Për shembull do shkojnë dhe foli, se është interesante e projektin se fol që rifi u kanën kërka, më thonë, u kanë një fejt tjetër, u thonë u kanën alkoolit qara, po, më thonë, i ka bo që as ka bo, më kuptonë, e masani u ka gëdëzu edhe ndryshimi. Që dhe foli urën, si më kanën, ku më i qka, më kuptonë, ku zho, si namazin se kom bo, normal e shtylla është kryesore. Ama e kum bo prap xhumon kena falë, se në namaz tjetër kena bo, agjerimin e kena bo, më thonë. Mirë po e kum pa që thash mip ke sikletet të nuk ka rregull, atë. Ama çka është interesant që kisha përmendur një detaj. Unë në fakt jam muzu kur i kum bo 24 vjet. Po, 24 vjet. A para më kur i më kanë dukun e më në shkollë mesme, ndoshta viti i parë ose i dytë, domethënë 14 vjet, që para 10 vjetëve e kum ditë që ma temën normal, të ardhmen se dim, që ka marrë një kohë që ka udhëzu. Pse se nuk shifsha unë rrugdalje tjetër. Thosha patjetër nuk kam e kanë çështo. Dhe shifsha rrugdalje tjetër. A se kam u bë mas 10 vjetëve çaj vonë se kum ditë, ama që momenti ka ardhur, e ku shumë kanë mua edhe pak është vllavi i njëjtit këto që i kena. Ti kish ga 10% atina, ai shkonën e punë e madhe, E, mos e krah soket muhabet. E ai më kanë mua, domethënë ish pas një momenti ku sunë e më me duan që e bona, o zot tash një më.
e shoh që jam dash vet mi zgjedh problemet, ama shoh që s'm të moj, e di. Thash o të zam, se s'muj. E tu shku ka shtëpia, ishte dul hoxhabet, për ndryshe vllai Nimetit. Thash o të ç'është, e di, thash ç'ka me bo, e di. A tha thjesht namazit, tham ton. Ajo është që domethënë ti drejton punën, e di. Çat moment, e di se thash e thjesht pas ka kanë pse ku minutë çat tragjike, e di. Edhe asin e parë që e kom bo, domethënë, nuk kanë që kom nis me namaz, për muzikën e kom la. Ajo e shisha që domethënë shike filma, domethënë. E thash çka dela. E çata e lash, e nisa me namaz atë. Tamam, tash. Domethënë jam bëhem 10 vjet udhëzim. Allah i trujt për të këshijave. Amin ati. Amin. A ndikoj udhëzimi jot për ta lënë, po më a ndikoj udhëzimi jot fej për ta lënë arkitekturën dhe të fillosh me videot që kanë përmbajtje fetare dhe mesazh fetar, domethënë kjo channelin që e ki 7 dobi. Po. Mirë që për mene, domethënë, para se me lidh diçka, ndoshta e kom përdor pak se shumë reklamën, po du me kallëzu që e kom qetë një channel 3, 7 dobi plus. Ati ma shumë e kam fokusuar vetëm për pjesën e fetare. 7 dobi e kam e vetëm për aktorët. Mu lidh me pyetjen, është interesant domethënë, po pjesa fetare domethënë definisht ka ndiku pak. Pse bo shkak që mu largu domethënë edhe kjo pjesa e arkitekturës. Se arkitektura si profesion, ato që janë arkitektë dinë, nëse kisha mund me kategorizu kështu me bo si njeri, është një person që është shumë xhelos. Në arkitektura nuk do të më thonë të bësh punë tjetër, veç arkitekturë do të më fokusua. Domethënë, edhe kjo mund pengojke. A unë nuk kisha shansa me në dobinë e kam shumë edhe për çefi. E unë që tu dihet më majt, është e pamundshme. Edhe kështu që ndoshta erdhën atë momentin edhe çka kanë me vendos, kanë me cilësi më kapa dhe me vazhdu me atë projekt. Normal, e vendosa 7 dobinë. E lash arkitekturën domethënë. Po e përmend edhe parë, nuk ishte veç kjo si detaj, po ishin edhe shumë detale tjera që mushën që e plotësuan që mendoj se ma e përshtatshme është më fokusuar me projektin 7 dobi. E kanali jot në YouTube e ka emrin 7 dobi, që cekom domethënë. Pse ki emër domethënë? Çka do të thosh ti me këtë emër 7 dobi? Po, është drejtë, kam 8 dobi kam edhe. Po. Pse 7? Kam të kallëzuar interesant është edhe mendoj se është hera e parë që jam të përmend shumë publik se s'ka pas nevojë njerë me përmend pse 7 dobi. Po ishte, unë isha në një fazë kur isha në punë, më mend dhe thosha, unë ç'kam të bëj, thosha, veçam të punue edhe sa të bëj diçka të kise çdo punën që e baj, parët që i marr, i çoj në shtëpi dhe u kryj kjo. A muj me bëj diçka më shumë, unë thosha, muj me bëj diçka më shumë, mos më lën me çikaç. E para më hajke kjo, ç'ka më bëj, fal projekte me bëj diçka. Më inspiroi që këto janë thjesht më thonë Ahmed Didati dhe Zakir Naiki. Thosha, ajo matematika më pëlqej shumë. Zakir Naiki për shembull e ma kështu në tribun, se sa veta mund më pas, është ai mos përmendni numra, sa publik mund më pas, e mbani ligjërat. Në atë ligjërat mund në 10 veta të udhëzohen. A keni se ne ka bo, apo? Po. Nisa 2 sate ka marrë atë pjesën. Ajo del në internet. Në internet sa mundën, 100, 1000 veta të pranojnë Islamin. Por me 2 sat punë që ka bo, sa udhëzim ka bo. A di? Thësha çka muj me bo, diçka një projekt unë bëj diçka çështo, edhe me përfituj shumë më shumë. Edhe çka do të thonë nuk disha çka të përcaktoj, e pash një shok e bën një projekt Syfiri, si ishte diçka me Syfirin, e më thonë i bën 30 video. Thash sa fort thash. A mund të më bëj tash një projekt, një ide me pas, a më bëj 30 video. Tash super, tash mund më bëj diçka kështu. Shmjala në 30 dobi. Oho. Kështu ishte një recetë, 30 dobi. E bëna logon, e rregullova logon pa 30 dobi. Pas ke konto në ampi. Që su bo 30 dobi, 7 dobi më duket shumë 3 me kanë kshalanshë, 3 dobi, 3 video më bë. Se ideja është 7 dobi, domethënë me pas një lloj brand, për shembull kur bëj një projekt, ti të lidhet diçka me 7, që na kupton. Ne kam pasur mend të lidhet diçka me 30 para mënoj. E mësonë në konsultim me hoxhën, me vllajën e Nimetit. Thash çështu, thash 30 dobi, çka thu? Ku e di, tha pse nuk e le 7? Thash pse 7? Po than në Kur'an përmend shumë numrin 7. Edi 7 javë, 7 ka qiell. Edi e përmend domethënë disa raste 7 edhe me java me 7, edi shumë më për 7 thash super, thash pelom me 7. Edhe ç'kto ishte momenti që për 30 dul 7. Dullo pas ka konto në ampi. Para mëna. Na mbledh këtë, atë gjë, mas ti vesh pak se kam një projekt. Një projekt në fund dolin 30 aty. Unë e kisha pas që për pak kila përbe njënin këtu në publik,
ka qenë pak ta shohë njerëzit ndoshta janë përballu ta shohin. Një meeting kisha pas që ta shohin, më mushë një ujë pak. E ta shohin pak. A ban? I shkon mirë, domethënë që të mazderës ki do shishet mushta janë me ujë. Edhe shohin pak kamera se ta kena bërë shumë muhabet. Edhe hec pak. Te baba. Hec pak te alka mushi ujë. Ndërkohë që këto punëtorët e tonë që punëtorët e tonë mushi këtu ujë, une kisha pas shef me vazhdu me pyetjen e di. Ai ke sponsor kë? Une so me rëndësia, ja. Faleminderit. Po anë reklamoj për se va. Mundesh me shkuar. Nëse nuk ka këtë gjithë shka të parje. Jo. O, shosh. Aslan, vazhdimisht me video është e di dhe fokusin e ki ketë të çka të krijojsh, çka të bësh me shtat dobi. A ka naj tem tabu që se ki bo hala, dhe më thënë nuk ki hi të ajo tem, po ki dëshirë shumë me prejk një ditë që atë tem. Po realisht është tabu. Po, realisht unë veç se çat tabu e kum thije se e ki parasysh. Në fillim kur e kum bo ato video, më thon projektin që do bi qëllimi çka u kanë. Videon e parë e kum pas me Hoxhën Jusuf. E zakonisht hoxhallar para se me bëu një video, kur e ki thirrur kanë tema ekstrem serioze, edhe të s'ke mujtën aty me aktru me asit, më thon me majt veten. Unë kum bo të gjestet që si ban njëri para Hoxhës, e di. E më kur më thonë Kurbani, e di. Çka nëse më fisha kështu me thonë. Që ti jam konën? Po, ne kena incizu bashkë. Në fakt ajo tabu, më thonë ti me Hoxhën dush me serios, e unë dusha me thiaklin, e ti me po ke ndryshim. A që ti sot e sheh shumë projekte ka me hoxhallar. E ti që për para skandalin, më thonë ai bën aktrime, bën asi, mase ne e thirr Hoxhën, mase del aktrime, e ti do më thonë atëra se janë boksi sene. Aktrin vetë e kum thije atë pjesën e parë. Në projekt që është tabu që mund me kanën, nuk e di, mirë më ke kujtuar me ndonjë diçka, ma se di se zakonisht kjo është interesante, më thënë në projektet nëse dojnë me dhejës du të me kanë diçka e veçantë. Po dhe. Mirë po, vetë se përfitoni që ka qëllimin e mirë, e di? Skenarët i shkruan vetë, apo? Po. Krejt. Po ta menoj tash. Po, 99%. Nështë se di, sa të kujtu diçka që mund të kush me shkruj diçka tjetër. Po dhe po, jo, nejse, okej. Tash, unë e kam e të adhonë, qëtu e kam një letër edhe një silograf. Kjo është shumë interesant, që këtë fresh për ti e kumë. Po, tamam. Ki 1 minutë me shkrujt një skenar për një epizod 7 dobis, ku del edhe vetja jote në krizë personale. Do më thonë... Në qka? Krizë personale, do më thonë... Diçka, okej, problem. Okej. Edhe fillimi është kështu. Zgjohem, nuk më një askush. Me vazhdu më sani, ja? Po. Edhe çka ndodh, ma tutje i ki 1 minutë kohë edhe na lexon mas se çka ke shkruajt. Okej. Ndërkohë ti me një meeting kemi bërë. Ndërkohë unë shfryzoj rastin me falënderu sponsorat e tonë që mësojnë këtë emision. Para se me vazhdu veç, ka të më njerë fillimi si ke? Zgjohem, nuk më një askush. Okej? A mu me vazhdu unë është? Po. Okej. Përderisa Aslani e shkruan skenarin, unë e shfryzoj rastin me i falënderu sponsorat e tonë që e mundësoj këtë emision duke fillu prej Best Mobile, një dyqan për smartphona dhe teknologjia më e re që sillet në treg, e keni te Best Mobile. Organico, një dyqan që çka ju nevojitet për shëndetin e juve e gjeni kretë në mënyrë natyrale të Organico. Kebiz Döner. Nëse provoni njerë shien e këtij donerit, tankon do ta keni në mendjen e juve, ju garantoj. Fit Family Center. Nëse diçka ju dhem, ju munon, në shëndetin e juve, zgjidhjen e keni te Fit Family Center. Do më thonë me një ekip shumë të mirë, ku ju bëjnë zgjidhje për çka do që ju mundon juve, ose çfarë do dhimbte që keni. Capital Exchange, për ndrimin e monedhave të juve, exchange-i më i mirë me plot bindje, tha. E për në fund, KFC, pula ma e mirë në qytet. Aslan, a shkrujta, jo. Okej. Realisht është që së në hinë detale, më tonë, e 1 minutë. Jo, ti vësh, që thëna skeletin. Skeletin, bravo, të lumt. Ako realisht kur shkruhet, dhe me thënën, kur shkruhet një skenar, mirë është mi përmbaj disa pikave.
thonë ato që janë skenaristat në vlloj, i kanë bërë disa pika që dush mirash mi përmbajt, nëse përmbash atinve, zakonisht historia është interesante, dhe është e mundohet diçka me lidhën. Pikat çka janë, domethënë fillimi thyn hook. Ajo shqip që do thonë me të kap ajo pjesa. E ti hookin e shumë fort e ki, do thonë zot nuk më një askush. Kjo është interesant. E kuptoj çka të kum dhon. Bravo. Do thonë hooki vetë u ka plotësuar. Masën janë do pjesë tjera, domethënë zakonisht një send që mban deri në fund filmit është un po folim me terme tash anglisht se anglisht skenarin, do thonë ato pikat i dije, po normal shqiptar do thojmë, need, do thonë diçka që ki nevojë. Ai protagonist, do thonë ai rolin kryesor që e lun, duhet deri në fund ta çojë që janë nevoja. Dhe kur e shet që një person ka diçka nevojë ta bëj, për shembull, po tham, do ta bëjnë një ndërtesë të madhe, dikush, e ti çat e këshir atë filmin, e këshira dhe boje, e duhet me çun deri në fund kjo. Në këtë rast, do thonë unë e kushtojtë në panik. Ki momentin çohet, a ç'është po? Nëse të kuptu ç'është. Po. Çohet që dhe tash kërkuese një. Fol me asit të kushijet ti dukush hik me largot ki e tash këtë ka panika, çka të ndodh, okay? Edhe nevoja e këtij është çaj, domethënë do t'i bindet që un jam filan fisteki, apo? Po. Domethënë edhe mundohet ta shpjegoj, mundohet ta si, jo. Në vend të situatë është një pikë i thënë domethënë take, është pika e 6, nëse ndoshta si pak si më shumë, është pika e 6 take, ku domethënë që edhe pse i bën këto pikë, në fund ndodh diçka që domethënë pagun çmim të lartë. Ajo çmim i lartë tek i rasti është që e rrefin për shemb. Unë e rrefin se ky thotë ka lut mesh, apo sa më mene ki, apo ne jetojmë tonë ki kush është ky person, apo thon. Edhe kjo është momenti që këtë janë e ndryshon në gjendjen. Se realisht pika e fundit me kanën change, domethënë kur ai pini personin fillim që u kanën, në fund duhet me dalë me ndryshim të ri. E ndryshimi i ri që me kanë për këtë personin se thotë ka dal pak ta bënoj situatën, mos u mje kërkush. Po pse mos përfitoj pikë situatës? Se realisht na kur jetojmë, na që jetojmë, për shembull karakteri jam unë, stili jam që vesh na që jetoj, realisht ndikohesh për rrethet. Se me botë që unë e di që kush nuk ekziston në botë, vesh ne pas pak më ndryshëm, thon për vetë, ëh. A manieri edhe në folmë edhe në stil që ndryshon shoku i rrethet. Ai që thotë ka dal, më kurosum një. Pse nuk tulna pak ti menoj xhanat pin fillim edhe tash çka mund me bë diçka, thon diçka më tre, më bë diçka më e mirë, thon. Po. Edhe këtu është change, edhe këtu sosat, ç'është të duk. Ha? Shumë mirë. Okej. Domethënë Inshallah do kush e merr dhe realizon këtë projekt dhe bëhet super. Pse se bën ti? Po. Ja, shumë mirë. Domethënë paska ma histori edhe kjo në ku dush mu bazue për me shkrujt diçka. Po. E kam fjallën për jashtim pja asaj që e ki ndoshta një ngjarje të vërtet, po edhe ajo ngjarja e vërtet ka pika që Po, çka që përmene, domethënë se ti ka mundësi e keni ngjarje të fantazi. Edhe ti thotë ai far video bëhet kjo. Ama ka mundësi kur e sheh nuk mund me përcjell historinë, se ti si respektu do rregulla. E që përmene këtë kisha pasur me përmend që edhe jam të përgatitur një projekt me epizoda djetën, janë 7 epizoda, tash me 7 dobi. Edhe këto pika më kanë ndihmu shumë. A kupton? Zakonisht që e fundit change kanë ndihmu shumë që një më, domethënë ajo finale në fund, mos dëshpërohesh ti, po ajo ndryshimi ta bëj interesante, ëh. Ama thash jam të përgatitur, po ta shohim çka të bëj. Okej. Tash i kam përgatitur edhe unë 4 pyetje, ama janë interesant kështu, që duhesh me një fjalë më përgjigjesh. A kupton? Domethënë unë ta bëj pyetjen, ti me një fjalë dush më përgjigjesh, mos më hi fail. Ama kam qef pak të çelë më shumë, mo. Unë e di si Albert Einstein, po mos E di ti. Po foton më kallzove me Albert Einstein. Domethënë, pyetjen ta bëj Okej, me një fjalë përgjigjesh. tamam. Okej. Okej. Hajde. A je gati? Po. Bravo. Çka të frikson? Vdekja. O, si ki drejq hala punt për Vdekja natona. Okej. Do thonë komentimi mas e dhe bëj. Po masaj do të japni mundësi për A e bëjmë komentim. çështo, bile bëhet interesant. Për shembull, veç përgjigjesh kështu me një fjalë, mas e le pak ta komentoj, ëh. Okej, hajde. E para ke vdekja. Hajde, okej, të bëjna çështë suspekt. Jo, se di çka, e ki pyetjen e rënda, më thon. Çka Çfarë frikson, okej? Po. Për li pa komentim. Si për shembull me veten mua ushimin preferuar, ëh, unë është të them, ku e di unë groshën. Është se ne komentoj groshën, se kam qef groshën, ëh, për shembull. Ale. Po këtu duhet pak komentim. E prim fillim, ne bëjna çështë Po, domethënë. pak, okej, shkurt Në të bëj komentim. komentim. Okej, çka të frikson? E përmena vdekjen,
Do se testi final, do thënë është momenti që mos ka kthim. E di, më mos ta komentoj më shumë. A ban çfarë ta lë? Le, jo që kallëzove në sen, po hajde. Okej. Çka do doje të ndrejqish diçka te jeta jote? A unë diçka ndrejshi, menon ta ndryshoj për shembull diçka që kam pjesën teme? E ki për shembull një mangësish. Okej, do me Edhe ty- rregullu. do me rregullu. Tamam. Është një pjesë që kam alkomore kam me komentu, e di? Se unë e tham, çka kisha ndryshu pjesën që jam introvert. Shumë duke se kupton çka ka introvert, e di? Një me tjedi? Shpjegoj me shko. Shpjegoj, atë shtu, atë. Hajde baba, Atë shpjegoj unë me breja. shko, atë. Atë shpjegoj. Introvert, Po. po klima, që ka dhe të Për çfarë do të komentuar, më thon se komenton se duhet shka Ajo problem me është- klimën. Inverter, o tokmak. A është interesant me komentuar, di? Do të Hajde, thonë, okej. thash edhe këtë se kum shpalos. Zakonisht njerëzit që më shohin në video s'ka shansa të mendojnë se unë jam introvert. Çka është introvert? Ta shpjegoj një ekstrovertin, që është e kundërta. Që mendoj se Alaudini është ekstrovert. Hajde. Është personi që ka qef njerëzi, ka qef muhabet, ka qef se rri në nivel e haveni, më thon, takon ka qef bëhet diçka, më thon. Introverti është e kundërta. Do thonë, personi që ndihet në komod, ndihet më shumë komod në vendet që i ka të njohur. Për shembull në shtëpi, në kerr, në zyre, si unë se ndjena komod ose ju njoh, është veni, më thonë, e njohshëm. Ama introvert është, më thonë, kur e nxjerr në një vend që është pa njohur, shumë njerëzi, më thon, nështë kena mulit masane edhe në këtë dia kemë vetë për këtë punën e incizimeve që kena bërë përpara, ca malama sema, di. E një pjesë arsyeve që unë se njerëzit ndoshta mendojnë se unë më largu pi videove humor që kena bërë shkallë budallë për shembull. Mendojnë se më largu shoku pse feja, se jo, domethënë unë më largu para se më udhëzu. Po puna se kjo më ka shqetësu. Kjo njerëzit udhëz që përmendshin që asi, jam thonë mi pke seklet. Tash me bicikletë jo, domethënë puna e famës e dallon, sa ata më kanë thirrë për tjetër mënyrë, domethënë tash bëj projekte tjetër, e di. E kjo me pak siklet, pjesa e introvertit. Domethënë ka ndonjëherë diçka domethënë më ngushtohena me shkum do vend ose diçka, domethënë pak e më pëlqej pak më shumë vetminë, e di. Kjo pak me bicikletë, e di. Okej. Kush e di të vërtetën për ti? Domethënë i pyetjet kështu thella e kia. S'mendoj që dikush e di. Unë s'besoj që kurkush e di, domethënë, se tash edhe pse jam introvert pak, edhe pse vetminë kështu e pëlqej, edhe mendoj se në shprehje emocionet sen jam pak i mbyllët, edhe nuk i shpreh shumë, edhe. E nuk mendoj se më njohin, kështu përgjithësi jam i matur, edhe. As të shpi, as të dinë. S'besoj. Nuk besoj. Çka s'mundesh me ia thon askujt? S'muj rrencit mi thonë mirë e ki, edhe. Ishin shëllili. Ose dyja tradhtarë thosh, edhe bravo dallë kohë, edhe. Bravo. Çka se ne kisha bëj. Super. Ma për Allah që pak e komentova, të lipe me shmina si po është pak problem. Sos ke muhabet, shumë fort e ke. Ty kita i kisha thonë halal të koftë. Ignoroj. Shumë fort e ke shpjeguar. Ai po falënderit shumë, falënderit për pyetjet, i kisha menuar interesant. Po, edhe në fund, më do më thonë kjo është pika e fundit. Nëse jeta jote i shkon një film, Po, çfarë titulli kish pas? kive të pyetje kështu. Se di, më thonë, jeta e pambaruar. Ala kam shumë punë me bëhe kjo. Ose i kisha komentuar, në serim komenton, thot ti shumë faza ki, në serim e banë mu. Edhe një me, për shembull, shkollën, më thonë, arkitekturën, shta dobi, apo, më thonë, pjesa e fejes, e kam faza, e ti. E ndoshta i kisha titullu përpjekja për balancim. Se lasi jam kështu i kompletuar, e di? Si të kallëzoj diçka. Një shok jem e ka thonë shumë një fjalë të fortë edhe halal i koftë. A e ki shok? Po, jo sok. Okay, tamam. Ke s'ka kapacitet me folë si lafe. Në shivotin, ku me qu, ku mës me qu, ku e di shka kina me mëri, shka s'kina me mëri. Edhe veç ja boni, valko. Birin e Ademit veç dhe levi e ngin. Ka pa. Ada, usas Muhamedi. Hajde më. Ada, usas Muhamedi, ti. Okej. Përpjeku me kompletu jetën, kam shumë sene me boa. Pa. Hajde.
Aslan, unë të falenderoj shumë që ke pjesë e podcastit më të fortë në glob, në rajon edhe kësitla ka ta sill shka dush apet më të fortit. Tena Lomba Lodinit që për shkurt kohë më voni brand botëror me ambicjet e veta. Shka i go, pëse për du të mi përfol gjona që mu bëhet. Po. E të falenderoj shumë që ke misafir. Inshallah qatë projekte që e kena nis, edhe unë po ta shfalo që po ta e shet shumë gatrot goja kur du dikan me qitë keq. Po ta shpalosi një vetit keqe. Kush e ka vetit keqe? Ti! A, unë që e kam, Që shpresoj bërëm këtë herë projektin që e merë, mos ta lash në gjys, ta vazhdoj të më fund. Po, inshallah të shket projekte bëjmë episodin e parë, masaj e menojmë. Po, ajde po. E të falenderoj shumë seriozisht që ndajtë edhe kohën. A du me thonë e fjallën me përmbylla vesh për kemi për cel. Çull dili jashtë. Hajde, për të vijë. Jo, me falën unë diçka. Po, fol diçka. Tamam, atëre, Alko faleminderit shumë, faleminderit edhe Nurqës që në ka përcjell tankon edhe ka këshirë me bë montazhin, kështu direkt live. Edhe faleminderit pak që domethënë më kanë ndihmuar për sabrin këto 2 veta. Këto. Pa. Zobërlia. Pa. Edhe Zobërlia, aj kojshia. Shkam këtu. Po më zënohemi shumë, Po. edhe jo mirë pres domethënë në projektin që do bëjmë me Alaudin edhe me ekipën. Edhe mos harroni të Shtadobi Plus, domethënë më aktivizu pak është një channel i ri, ka nevojë pak për shkruaj. Kam janë nxjerr description për hir. Vërtetës. Shoshni lookit. Bravo, faleminderit shumë. Çaj është. Po, mujni me bo subscribe poshta tip Shtadobi Plus. Besoni që ka pas shumë muhabete tjera që kisha mujt me fol, po i rujta për projektin ton të radhës që e kena. Super. Ati kanë mu shpalus gjonat, kanë me dal talenta, kanë me dal aktor të ketë këtu dhe më thonë. A muj me shpalo se diçka Alko? Hajde? A kam hapësirë se kum sa Si tjese pra, si e shpalus, si e bëj katë. sa reklama i bona une? Një e bona për dorën, dytën e bona për 7 plusin, e një a ban me bo? Hajde? Jam të përgatitën thuj se 1 vjet me këtu kam bo me kurse. Më thonë kam e pas kurse online, do me thonë Photoshop, video, edhe për pjesën e filmit, pjesën e gjërimit, do me thonë pjesën e arkitekturës. Tash në arkitekturë në kumlan do shoh projekte, po prap do të mira me arkitekturë. Kam pas kurse. Kjo që përgatitem, do të them kush do kurse, pjesën e digital marketingut, do me thonë. Okej, unë me një kusht të nxeri këtë pjesë, nëse më jep akses me pas një kanal Mora me këshirë diçka, plus vazhdimisht ta reklamojnë. Po, okay, atëre mirë, atëre po. Dush olla unë influencer jam, të marrë vesh. Si dush, po që kjo është. Ose jo e shti hakeri me ta krakirat pa pare me. Mo. Si vot qefi. Na ma problem. Si vot qefi. Aslan, faleminderit shumë Loç. Faleminderit se piti. Shifmi projektet e radhës kismet. Okej. Hajde. Kurse ju tjerë që na shëgu deri tash, faleminderit për durimin, faleminderit për këtë like, subscribe, komente, sendet që bëni. Ju rujt zoti pitonat këqijave, mos haroni lëshon e zilën se shumë shpejt do projekte të reja në të ardhë. Derisa të vinë projekte të reja, kaloni mirë, mirë mbetëshi. Bye bye.